Bashkia Gjirokastër ka nisur ndërhyrjet për përmirësimin e gjendjes së godinave shkollore dhe kopshteve në prag të nisjes së vitit të ri shkollor 2026-2027. Sipas të dhënave, kjo bashki ka në jurisdiksionin e saj 8 shkolla nëntëvjeçare dhe 11 kopshte. Jemi munduar që gjitha shkollat të bëjmë një rekonstruksion ose një freskim të ambienteve të shkollore. Me këtë rast nuk dua të them që ne nuk kemi gjelur vetëm në rifreskim të ambienteve shkollore, por edhe në disa vende që ka pasur nevojë kemi ndërhyrë dhe rregullimin e ambienteve të shkollës. Ju pat në shkollën Milar Golemi në Urdhën e Kardikit, po thuajse u bë një remont i përgjithshëm i gjithë shkollës. Kemi mbaruar në gjimnazin Siri Shaplo, në kopshin Cilësërimat dhe po vazhdojmë sot në ditë e parë të shkolla pedagogjike me hidroizolime, me lyerje, me prerje e ambienteve, rregullimin e ambienteve të lulishteve. Arben Rexha, drejtori i arsimit në Bashkinë Gjirokastër, bën me dije se godinat do të jenë gati brenda fillimit të muajit shtator. Sigurisht është një hapësirë e madhe që duhet mirëmbajtur, por me ndihmën që na ka dhënë si vjet bashkia duke shtuar gjitha materialet e ndërtimit, nuk mungon asnjë gjë për remontin e këtyre ambienteve. Po thua se çfarë ka nevojë shkolla, ne jemi në gati të përmirësojmë kushtet që mësimi në datën 14 fillojë normalisht në kushte më optimale për fëmijët. Më 14 shtator, jo vetëm që nxënësit do të rifillojnë mësimin të pajisur me libra, por do të gëzojnë gjithashtu një mjedis shkollor të rësisht të përmirësuar.